Krokodili është një kafshë e madhe dhe e fuqishme që jeton kryesisht në ujërat e ngrohta. Ka një trup të gjatë, me lëkurë të trashë dhe të ashpër, që e mbron nga predatorët dhe mjedisi. Krokodili ka gojë të madhe dhe dhëmbë të mprehtë, të cilat përdor për të kapur dhe therrur prep, dhe mund të qëndrojë nën ujë për periudha të gjata, duke e përdorur këtë aftësi për të kapur prey. Krokodili është gjithashtu shumë territorial dhe mund të bëhet agresiv në mbrojtje të zonës së tij. Jeza e krokodilit është e mbuluar me mbështjellës të fortë, që shërben si mbrojtje nga dëmtime. Krokodili përdor jezen për të balancuar trupin e tij gjatë ecjes në tokë dhe për të notuar pa humbur kontrollin në ujë. Në përgjithësi, krokodili është një krijesë e mahnitshme dhe shumë tërheqëse për shkak të forcës së tij dhe natyrës së tij të pabesueshme si gjuetar. Krokodili është një nga kafshët më të vjetra që ekzistojnë, me histori që shkon deri në periudhën e dinosaurëve, rreth 200 milion vjet më parë. Ata janë pjesë e rendit Crocodilia, që përfshin disa lloje të ndryshme të krokodillave, aligatorëve dhe garjalëve. Krokodillët janë të njohur për natyrën e tyre predatore dhe aftësinë për të mbijetuar në kushte të ndryshme mjedisore. Trupi i krokodilit është i fortë dhe i mbrojtur me gishta të trashë dhe pllakëza që formojnë një lloj armori. Ai ka një formë trupore të përshtatshme për notim, me një bisht të fuqishëm që i ndihmon të lëvizin shpejt në ujë. Pjesa më e spikatur është këpucët e tij, të cilat janë të shtruara me pllakëza të forta dhe të ashpra, të cilat ofrojnë mbrojtje dhe i mundësojnë krokodilit të mbijetojë në kushte të ashpra. Si krokodili i detit, Crocodylus porosus, i cili mund të udhëtojë shumë larg nga brigjet. Rreziku i zhdukjes për fat të keq, shumë lloje krokodillash janë kërcënuar nga humbja e habitatit dhe nga gjuetja e palishme për lëkurën dhe mishin e tyre. Raporti mes krokodilit dhe njeriut është një marrëdhënie që ka qenë historikisht e ndarë midis frikës, respekting dhe, në disa raste, përdorimit të krokodillëve për qëllime praktike. Krokodillët janë kafshë të egra që ndodhen shpesh në habitatet tropikale dhe subtropikale, si lumenjt dhe lagunat, dhe ndodhen shpesh në afërsi me njerëzit. Në disa pjesë të botës, njerëzit dhe krokodillët kanë ndërvepruar përmes gjuetisë, ndonjëherë për shkak të nevojës për mishin e krokodilit ose për shkak të rrezikut që ata paraqesin për jetën e njerëzve që jetojnë pranë ujërave. Krokodillët mund të jenë të rrezikshëm për njeriu, sidomos nëse ndihen të kërcënuar ose janë të uritur, dhe mund të shkaktojnë aksidente të rënda dhe madje vdekje. Në përgjithësi, raporti mes krokodilit dhe njeriut është kompleks dhe ka një histori të gjatë të ndërveprimit, me elemente të rrezikut dhe bashkëjetesës që varen nga kuptimi kulturor dhe geografik. Krokodilët janë kafshë të njohura për aftësinë e tyre të notuar dhe lëvizjen e shpejtë në ujë. Megjithatë, në tokë, ata nuk janë shumë të shpejtë. Krokodilët mund të arrijnë shpejtësi deri në 32 km/h, 20 mph, gjatë një sulmi të shpejtë, por këtë shpejtësi mund ta mbajnë vetëm për distanca të shkurtra. Kur janë në ujë, ata janë shumë më të shpejtë dhe mund të arrijnë shpejtësi deri në 24 km/h, 15 mph. Krokodilët konsumojnë një sasi të madhe ushqimi, por kjo varet nga madhësia dhe mosha e tyre. Për një krokodil të rritur mund të hajë rreth 5 të peshës së tij trupore në ditë. Për shembull, një krokodil që peshon rreth 500 kg mund të hajë deri në 25 kg ushqim në ditë. Megjithatë, ata nuk hanë çdo ditë. Krokodilët mund të kalojnë disa ditë pa ngrënë, duke ushqyer veten me shujta të mëdha që mund të mbajnë energjinë për disa ditë ose javë. Krokodilët si krokodili i Nilit dhe krokodili i Jugut janë shpallur si të rrezikuar dhe janë bërë përpjekje të mëdha për t'i mbrojtur ato nga zhdukja. Në përfundim, krokodili është një kafshë e mahnitshme dhe e fuqishme që ka arritur të mbijetojë për miliona vjet. Aftësia e tij për të notuar dhe për të gjuajtur, si dhe struktura e tij fizike e përshtatur për mbrojtje dhe sulm, e bëjnë atë një predator i të frikshëm dhe të jashtëzakonshëm.